Kryeqyteti është mbuluar nga mbeturinat, pothuajse në çdo cep, kështu duke u rritur rreziku i sëmundjeve infektive. Krejt kjo pasi që ndërmarrja pastrimi ka ndërprerë shërbimin për shkak të krizës financiare dhe mos pamundësisë për të furnizuar me naftë për kamionët e mbeturinave. E gjithë kjo situatë ka ardhur si pasojë e përplasjeve politike në mes komunës së Prishtinës si dhe menaxhmentit të kompanisë pastrimi. Në shenjë mos pajtimi, punëtorët e pastrimit nga dita e ejte janë duke vazhduar grevën, me mjetet e tyre të punës të parkuara buz objektit të komunës. Ata gjithashtu kanë ngritur edhe një tende në oborrin e komunës së Prishtinës. Në këtë rast, komuna e Prishtinës ka njoftuar se është duke bërë gjithçka për tejkalimin e kësaj situate. Komuna njofton se ka nënshkruar kontratë me kompaninë regionale të pastrimit në vlerë prej 1.5 milion euro për mirëmbajtjen e pastrimit të hapësirave publike në qytet. Menaxhmenti i kësaj ndërmarrje ka thënë se kjo kontratë nuk ofron zgjidhje, pasi që ata nuk mund të inkasojnë mjete pa u kryer shërbimet e kontratës. Përderisa vazhdon përplasja komunë dhe ndërmarrja pastrimi, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike alarmon se hedhja e pakontrolluar e mbeturinave ndikon drejt për drejt në ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit.